E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet edhe lajmet më të fundit që kanë të bëjnë pikërisht me showbizin shqiptar. Do të flas tani në këtë minutash për Egli Takon, Kiara Titon dhe Heidi Bacin. Në fakt po bëhet një luftë e madhe në për rrjetet sociale. Fansat e Kiarës thonë që Kiara duhet të jetë moderatore në fan club, fansat e Eglit thonë që Egli duhet të jetë moderatore në fan club, fansat e Heidi thonë që Heidi duhet të jetë moderatore në fan club. Domethënë po bëhet një luftë e madhe. Zyrtarisht akoma nuk është shpallur se kush do të jetë moderatorja në fan club Big Brother VIP Albania 5. Domethënë kemi një fotografi me prapavi të Big Brotherit me një siluet të zezë, por nuk kemi një emër zyrtar. Dëshira e madhe është që të mbetet Egli Tako. Tani, duke e parë që sukses të jashtëzakonshëm ka Kiara në Portokalli. Dhe ma merr mendja që televizioni Top Channel nuk do ta humb këtë suksesin, sepse Kiara, më duhet ta them megjithëse, domethënë është një deklaratë e fortë, por tani ndaç që pëlqen, Kiara Tito e riktheu shikueshmërinë në Portokalli, sepse pa Kiara Tito në Portokallia kishte një rënje jashtëzakonisht të lartë, por me rikthimin e Kiarës, fansat e Kiarës, të cilët në asnjë mënyrë nuk heqin dorë nga ajo, vazhduan që ta ndjekin edhe të qëndrojnë besnike Kiarës së dashur në këtë rrugtim të bukur. Por Yezdej pati një shikueshmëri jashtëzakonisht të madhe, sepse protagonistja e këtij emisioni është Egli Tako. Njëkohësisht edhe lëvizjet e Heidit që nga fan klubi në emisionin e mëngjesit, menjëherë dalja në emisionin e mëngjesit, ndryshoi dukshëm rritjen apo ato numrat e YouTube-it të emisionit me prezencën e Heidi Bacit. Domethënë janë tre protagoniste, është një trekëndë shumë interesante që vazhdojnë të kenë shikueshmëri edhe pse janë prodhimit njëjtit formati. Domethënë janë prodhim apo le ta themi zbulim i talentit të tyre nga Big Brother VIP Albania. Tani nga informacionet që un kam, e di që më afër rreth këtij rrugtimit është Egli Tako, sepse Egli Tako tani do të mbaron sezonin e saj. Ju e dini shumë bukur që emisionet janë me sezone, e diela do të mbaron në disa rubrika, domethënë do të zëvendësohen me rubrika të tjera, që do të vi rubrika Ronaldo Sharkës, rubrika të ndryshme që në fakt ka patur në e diela zakonisht ka shumë dinamik, ndryshimet rubrikave shkaku i moderatorëve, dhe si zëvendësimi i kësaj rubrike normalisht në fan club pritet që të vi Egli Tako si moderatore, edhe pse në fakt na kanë befasuar pak me banorët, me protagonistët, me opinionistët, me moderatorët, por mbi të gjitha domethënë pritshmëritë e mëdha janë të Eglit. Nuk është se do të heqën dorë Kiara nga Portokallia, sepse Kiara ka gjetur veten shumë mirë në Portokalli. Në fakt ka qenë dhe dëshira e Kiarës kjo për të qenë prezantuese pikërisht në atë skenë. Bajmontun Luizi kur e kërkonte që Kiara të mbetej moderatore në Portokalli, të bëhej moderatore në Portokalli dhe arriti këtë qëllimin, dhe mendoj që Kiara është në rregull me veten e saj, i ka qartësuar dëshirat, ëndrat dhe është duke punuar tash vetëm për të patur sa më shumë ngritje në këtë rrugtim. Ndërsa në anën tjetër, domethënë kemi Heidin e cila është pozicionuar më tash në emisionin e mëngjesit dhe ka një rrugtim shumë të bukur, domethënë po gjen veten, duket pak më e përshtatshme për Heidin, dhe në anën tjetër kemi dhe Eglin që me emisionin Yezdej, siç duket, po i përfundon gjërat. Domethënë presim që fotografia e cila do të zbulon siluetën së shpejti të mbetet Egli Tako si moderatore në Big Brother VIP Albania Fan Club 5, dhe besoj që ju e prisni me shumë dashuri. Tani në përfundim të kësaj videos, pyetja ime do të ishte kjo: cilën nga vajzat ju dëshironi që të mbetet moderatore në Big Brother Fan Club?